3 ditë para zgjedhjeve parlamentare të 11 majit, qeveria zyrtarizoi faljen e penaliteteve të vendosura nga janari 2015 deri në nëntor të vitit 2024. Vendimi është vijimi i zbatimit të ligjit të miratuar në kuvend në dhjetor të vitit të kaluar dhe nga kjo e mërkur ka hyrë në fuqi. Vendimi parashikon faljen e të gjitha penaliteteve të vendosura nga 6 inspektoriate të ndryshme, ku përfshihen gjobat e vendosura nga inspektoriatet vendore dhe ai kombëtar i mbrojtjes së territorit, nga Policia e Shtetit dhe ajo bashkiake dhe nga Inspektoriati Kombëtar i Ushqimit dhe ai shëndetësor. Konkretisht, përfitues janë ata që janë gjobitur për ndërtim të paligjshëm për strehim individual në qytet apo në fshat dhe janë gjobitur nga IKMT-ja, Policia e Shtetit apo ajo bashkiake. Në këtë falje nuk përfshihen gjobat për shkelje rrugore. Do të falen gjobat e vendosur nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në subjektet agropërpunuese në zonat rurale, si dhe penalitetet nga Inspektoriati Shëndetësor për masat anti-Covid. Përfitues janë individët, por edhe ato biznese që janë me statusin person fizik apo juridik që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në fshat apo në qytet. Në bazë të vendimit i cili mban firmën e 4 ministrave, atij të brendshëm të bujqësisë, të shëndetësisë dhe të pushtetit vendor, tashmë të gjithë inspektoriatet do të hartojnë listat me individët dhe bizneset përfitues brenda 30 ditëve.